Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë një letër dhe për të ndarë një moment shumë të bukur nga ish banorja e Big Brotherit, njëkohësisht edhe fituese e këtij sezoni, Selin Bollati. Selin Bollati edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit, nëse do të bëjmë një retrospektiv, gjithmonë tregonte për dëshirën e saj për të qenë njeri human, për dëshirën e saj për të bërë vepra të bukura dhe për dëshirën e saj për të jetuar këndshëm në ambientin ku ajo jeton së bashku me komunitetin që e rrethon aty. Por mbi të gjitha, Selin ka treguar që ka një lidhje shumë të veçantë me Zotin, domethënë besimi në Zot është patjetër arma më e bukur që mund ta kemi në jetë. Prej vitesh, thot Selin Bollati, i dërgoj te xhamia e tabakëve para dhe pas Big Brotherit. Do me thënë para edhe pas Big Brotherit, prej vitesh, thot, i dërgoj tek xhamia e tabakëve. Do doja të kisha aq shumë sa për t'i dhuruar te ju të gjitha që më keni shkruar. Për momentin, ato që i kam hequr, i kam dhuruar në disa goca në Berat, Korç, Pogradec dhe pjesën tjetër së bashku me gimbon në xhami, thot. Faleminderit që mi besoni dhe i ndani me mua këto momente jo shumë të mira, po që kaloni në jetë. Edhe unë kam qenë dikur në këpucët tuaja, thot Selin. Me rëndësi është të keni vizion për jetën tuaj dhe mbi të gjitha besimin në Zot. Do të thënë Selin Bollati thot për veshjen e saj, për humanitetin që bën, të gjitha veshjet e saj, të cilat dëshiron t'i jep, do të thënë t'i bën në një farforme kontribut, i dhuron tek vajzat që e rrethojnë, tek fanset e saj, por edhe tek xhamia e tabakëve. Por unë e di që Selin Bollati edhe nga vetë pasuria e saj dhuron për njerëzit për të cilët kanë nevojë. Në fakt kjo është arma më e bukur që e karakterizon një artistin.